Përshëndetje! Sot në orën e gjuhës shqipe me profesoreshën Mujasera Aliu kemi disa punime dore të cilat do t'i prezantojmë për ju. Këtu kemi disa veshje kombëtare shqiptare ku këtyre ne në Kërçov ju themi peshterka, ndërsa këtu kemi një jelek. Këtu kemi një shpuzore ndërtuar prej druri. Këto janë çorapet, të cilat janë karakteristike folklorit kërçovar. Këtu kemi 2000 vila dasmash, kurse këto janë pjesë të santireve. Këtu kemi një garnitur e punuar me fe dhe me kraps. Këto kemi çorap të veçanta që zakonisht shkojnë me pajën e nusës. Ky është një shall i përpunuar nga dora i cili na mban ngrohtë gjatë dimrit. Kjo është një shtëpi e vogël e ndërtuar prej druri dhe letre. Kjo është një lule e përbërë nga plastika dhe pambuku. Ky është një punim tradicional shqiptar i cili zbukuron muret e pjona në shtëpi. Këtu ka paraqitur një bus, kryesisht i ndërtuar nga druri, gjithashtu ka paraqitur dhe kova, e cila është e përdorur për nxjerrje ujë nga busi.